Alo, përshëndetje Zef Morina. Po? Jam Ermal Panduri, drejt për drejt nga emisioni Debat Plus. Po, ordëro. Jeni pjesë e një koalicioni me lëvizjen vetëvendosje. Po. Kështu, jemi duke diskutu se si do të votoj subjekti juaj nëse do të ketë përfacim në kuvendin e Kosovës në raport me kodin civil. Spari, përnderit shumë që në thirë të botë ftesë, ne po presim me hinë parlament, sepse Partia Shqiptare Demokracione e Kosovës, që nga viti 2010 nuk është institucione shtetërore. Një parti e cila i ka 35 vjetë që është aktive në politikën e Kosovës, që ka dhënë një kontribut të jashtëzakonshëm për interesin e Kosovës, për shtetë ndërtimin, për shkak të pragut, ne kemi me jetë jashtë. Kjo vërtet është e papranueshme. Ju dini që ne në farmënyre kemi qenë të thuja gjithmonë alat me LDK-n, por kësaj radhe kemi vendosur me qenë me vetëvendosjen, sepse shumë gjona konvergjojnë në disa pika shumë të rëndësishme që janë Cilat janë? Cilat janë. Në radhë parë, unë mendoj që Kosova ka nevojë për një ndryshim të mirë në raport me faktorët ndërkombëtar. Unë besoj se PSDK këtu do të ndihmojë shumë. Çka më ndryshu? Ajo çka është me rëndësi, ne si Kosovë do të jemi të qartë se kemi një rrugë jonë është drejt Bashkimit Evropian dhe anëtarësimit në NATO. Po. Kjo PSDK-ja këtu ka dhënë një kontribut prej vitit 90 e do të vazhdon të jetë bashkë me divizën dhe vendosje. Për ne është shumë më rëndësi që elektorati jonë ta kuptoj se nuk do të kemi vijat kuqe me asnjë subjekt politik. Mirë. Ju keni pas për afrim me lidhjen demokratike të Kosovës dhe është paralajmëruar lidhja një koalicioni. Çka ndodhi që u prishet? Nuk u prishëm, ne 4 mandate, 4 herë rrozi kemi qenë alat i LDK-s dhe në asnjë parë zgjedhje LDK-ja nuk na ka ndihmuar që të jemi pjesë institucioneve shtetërore, gjithsesi parlamentit dhe qeverisë. Kështu që kësaj radhe kemi analizuar dhe organet e partisë kanë vendosur të jemi me divizjen dhe vendosje, sepse këtu besoj që do të kemë mundësi me thith votën e gjithë anëtarësisë dhe në këtë mënyrë të jemi pjesë institucione dhe këtu të ndëgjohet zoni i PSDK-s. Zoni i PSDK-s a e çon dorën apo jo për vot për kodin civil? Ne mas pari kodin civil nuk e kemi pas se kemi lexuar, nuk e dim se është. Falë, po m'vjen keq shumë. Po m'vjen tepër keq. Një parti politike me që kaq vjet, 36 vjet, vjen një dokument që ka që rëndësishëm. PSDK-ja ka mbajtur qëndrime kundër kodit civil. Ndëgjoj, se çaq dim na. Ndëgjoj, veç pak Zef. Jam të shtru pyetje, ndëgjoj. Keni pas deklaratë publike kundër kodit civil. Keni pas deklarime publike kundër kodit civil. Qysh keni pas deklarime kundër kodit civil pa lexuar qa? Jo, ne kodin civil cilin para disa viteve na është ofruar. Vitin e kaluar. Kemi thonë edhe jo, vitin e kaluar jo. Po, vitin e kaluar. Në kuptimin jo në 2000, se nuk jena në 2025-ën. Jena në 2000, domethënë jena në 2025-ën. Në 2024-ën nuk diskutu për këtë punë. 2024-ën po. Po viti i kaluar më 2024 atë? Jemi kundër një veprimi ose një ligji i cili është në kundërshtim me programin thjesht me vizion. A e miratoni votimin që i hap rrugë martesave të gjinis njëjtë edhe pse në kod civil nuk parashit kjo? Në qoftë se nuk parashitet në kod civil, natyrisht ne nuk marrim pjesë në votim. Përndryshe martesat me gjinitesë na nuk i pranojnë. Nuk i pranojnë. Faleminderit shumë Zef Morina. Faleminderit shumë. Çdo të mirë, tung.